Gropat e mbushura me ujë janë kthyer një shqetësim serioz për banorët në rrugën Selim Çoba, në zonën e teknikës të qytetit të Shkodrës. Banorët tregojnë se kalimi në këtë rrugë është tepër i vështirë, ku duhet përdorin qizmet. Ato thonë se në këtë rrugë nuk është ndërhyrë asnjëherë, pavarësisht ankesave që kanë bërë. Për këtë ato kërkojnë ndërhyrjen e pushtitit lokal. Problemi çdo ditë kjo. Se ne kalojmë çdo ditë, shi gropat e ujit si janë. Rrugë më të ashtu nuk ka. Sa problem është për ju? Sa problem është për ju? Problem rruga, nuk ka problem tjetër, se pa rrugë nuk ke ku kalon. Kja janë shërbim mizerja, kja shërbim hajdudash. Pik, hajdudash. Ku familje ka sa dush, ka fond të nkryt. Po s'ke ka kalon fare. O do marrë shizmet, o do hysh në ujë. Kash. Nuk ke se qa monët me ban këtu. 35 vjetë ka që me këta kushte jetojmë na. Asë një cent bashkia se ka zhjo për këtë rrugë. Ona këtë vëshme gjanë kërësoj të kërkojmë nga bashkina. A problem për ju që të me të ashtë mushën grobat? Po problem si është me qizme me gjanë ashtë ata që kanë këmine vazil, në tjetë bëna që ose marim par putë që janë një qese. A se është në rry? Asë s'kanë bënë, asë një ndek, asë nek s'ka bënë bashkja. Këna kanë me mja herë shumë, kënë fakt vetëm si po plasë. Kini banë kesë dëmonë? Këmë këna vetëm një shirë bashkja, këna ka rajta që porë me të nurra, se këtar që kanë rena se jo, kanë majtëse. Sa familje mund të banojnë të? Mund t'jenë një 150 familje. A problem për fëmijë që do më kushë? Po ka 32 vjetë që unë jeton me e të kushte. Janë mbi 100 familje në këtë zonë që përbajnë me këtë problematikë, ku duket sa lënë arrest nga pushteti lokal.